kanë qenë disa udhëtarë duke udhëtuar me anije, edhe një djalë i ri nga Kurreshta me shiku detin, me shiku valët e kështu me radhë, moment saktuar përplasët anija për disa dallë detit, ai rrshqet nga anija bie në deti. Normalisht tentojnë me shpëtu me hudh gomën me kap, por ai nuk mund të kapet, edhe një njeri guximshëm hudhet nga anija poshtë, edhe me një gomë shpëton e nxjerr, e don Zoti shpëton. Edhe tash derisa e merr veten e vet atje në qersh dikun duke këndellët, duke i dhënë frymëre artificiale kështu me radhë, dikur këndellët. Kur këndellët e kupton se filan njerët në qersh që po ul, është ul, ai ka qenë shkaku i shpëtimit të tij. Quhet me falënderu, me thonë falënderit shumë që rrezikove jetën për mua. Ma mundsove që vazhdoj me jetu, djali i ri. A dini ky i guximshëm, ky që udhë ndeti çka i tha ata. Ja tha një fjalë që duhet të jetë fjalë për gjithë neve të nderuar. Tha pas kësaj ngjarje që të ka ndodhur, bëhu i mirë saqë ta dëshmosh se ja ka vlerë për ty më gjujt ndeti. Do ne ka vlerë për ty jote. Ti mas parë dush me ja dëshmu prindve tu, se ja ka vlerë për ty më lodh, më angazhu, më mërzit, me investu në shkollim, ku do qoftë. Dëshmeja u prindve se ja ka vlerë. Dëshmeja shoqërisë me kontributin tënë se ja ka vlerë, me qenë ti pjesë e kësaj shoqërie, ja vlen, për shkak se ki që kam i dhonë, ki dhonë shumë, kjo shumë e rëndësishme është. Gjithmonë këtë duhet me pas në kokën tonë, a ja ka vlerë? A ja ka vlerë kjo me, për shembull, mundësi që e ke, a ja ka vlerë për ty me ndodhë. Pastaj të ndërru vëllezër, shikoni nëse të gëzojmë një liri të madhe. Shumë nga ju as nuk e keni parasysh si ka qenë situata para luftës. Që këtë takim, për shembull, gati e pamundshme ka qenë me bëj kështu para luftës. Ose s'pa kur rahat s'ke mujt me bëj kështu. Pa ndërhyrje të forcave, pa shqetësim, pa bezdisje, ndoshta edhe rrahje. Shpesh njerëz që nis me marr nusën, apo kur rrugës duke u kthy në gëzim tyne, janë dalë shpeshherë dasmurët janë rrah deri në Livanose, është prish me dasëm me kejt për shkak se armiku s'kalon as më u gëzu që ç'duhet ato. Kto e keni lexuar, e keni pa. E dikush u quaj ka kësaj punë ball mo. E do ju ndek, e do ju plagos, do ju ngjall hala që kanë sakrifikuar që sot na me kon që shto bashk, apo. E tash na duhet me kontributin ton, me seriozitetin ton, me angazhimin ton, me u quaj selam me gjithmonë se ja ka vlerë për neve që jeni dek. Ja ka vlerë për neve që keni angazhu, ja ka vlerë për neve që na keni mësuar këtë liri, ja ka vlerë. Pse? Pse tash na dina me vlerësu, tash na dina me e shfrytzu, tash na dina me ndërtu e tutje. E ju jeni ata që e ndërtoni të ardhmen. Prandaj duhet me kuptuar të seriozisht, jeta nuk është lojë, nuk është hajgara, nuk është argëtim. Që sa njëri ka vdek, është angazhu, sa njëri ka sakrifikuar që jeta më u zhvillu normal, apo. E me marr këtë sakrificë hajgare është padyshim shumë e papërgjeshme.